Po shive, tani, unë kisha familjarët e mi, prindit e mi, se sa për shtëpi e kështu, me thonë drejten, tani, pika parë, ndoshta kur jemi në këtë temë, ndoshta me kërku falje pak për publikut, për njerëzit që i kanë dhënë gjakun e vet, unë flas për pasunin këtu. Se nuk po flas për pasunin këtu. Këto të tjerët kanë dhënë njerëzit e vet, ja kanë vrarë, ja kanë prej. Diskutohet fal tyre, ne e gëzojmë këtë thirrje. E nuk po flas këtu për vlerën e pasunisë, po e tregoj vetëm si proces. Vetëm si proces. Domthonë edhe kjo ishte ajo pjesa që domthonë edhe pasandej ndodhi kjo që ndodhi nato edhe erdhi liria e Kosovës në mënyrë graduale. Po kthehemi mua aty te arrestimi i Kforit, domethënë rus. Pjesën e Dardanës. Kjo ka ndodhur në periudhën e pas luftës. Po, në periudhën e pas luftës vitin 2006. Kam marrë nga Zvicra, pushim me gruajtë me 2 fëmijët e mi, ata kishin 2. Dhe domethënë jemi në atë periudhën kur domethënë eksplodonte çdo shqiptar nga emocionet, nga padurimi mos e nuk e kishim më të qartë ç'është ndodhur me statusin e Kosovës. Me dërkombëtarët, domethënë, herë na jepnin shpresë se do të bësh shtete, herë do të jesë krahinje, herë ande kështu, domethënë ishte një fazë që nuk duronin më njerëzit. Dhe në 2006 erdha edhe më ftun mu Dardan atje, apo vjen me këndu këngën e UÇK-s. Edhe thënë kurse nga nonën, nga e njerë, ka na e fjallë popullore. Nonën më tha, o djale, mos shko tha se po të vrasin sërbët, tha nga banesat gjujnë tha të vrasin ati, po rri rapta këtu, rri, tani kanë këndu këngë, thash jo po shkoj pse. Edhe domethënë tu bim ati, e mora, domethënë u bo eventi, ishte ajo për çlirimin e Dardanës, domethënë ajo në qeshor ishte. Edhe domethënë ishin edhe artistë tjerë, aktivitete tjera që u bën, domethënë kur dola me këngën e UÇK-s, domethënë njerëzimi pak, si më thonë, u emocionu edhe ma shumë brovarit në gjithë publiku e UÇK dhe sërbët dëllën nga publiku aty, pasandaj erdhën Kfori rus. Edhe morën mu. Më futën në stacion të policisë. Sa aty ishte afër. Edhe bën impresion, domethënë mi marrin automatika këtu. Ato, rusët. Nacionalist. Oj që ishe veshur me kostum, me kravat, me thonë drejtën. Edhe më bën impresion, futën me një zyrë aty, dhe më thonë dëgjo. Ti, tha, nëse po të bim kamerat, tha, nëse deklaron se ty të ka detyru që kënë me këndu këngën e UÇK, sa, ne nuk të bëjmë asnjë gjë të lirojmë. Dhe dëgjo ti, ishte njëri aty, me thonë drejtën, unë e flas gjuhën gjermane, nuk di anglisht, në një fjalë, për nuk di me komuniku, edhe derisa do më bën impresion, njëri nga të rusët e nxirrte pistoletën revolën, dhe sikur e pastronte, ai presioni psiqik. Dhe ishte plumat edhe i numëronte aty në tavolinë plumat. Dhe më këshirte mu sy, ai tankon më shifte sy mu edhe këtu. Dhe mirëte sikur ja hiqte ata dhe më shifte me pistolet, sikur po e pastron, po në drejtimin tem. E mirë, thash vazhdo ti me presion, se këtu jam. I kishte edhe granatën këtu ai rusi, këtu, duke në trup, duke në varë, ndoshta ju kujtohet, i kanë pas edhe granatë, pistoletat gjitha. Edhe kanë bajt një 2-3 orë aty ato. Domethënë më kanë fut me një dhomë aty dhe më kanë bajt ato, më presion, po të bëjmë kështu, po pranoj që të kanë detyru, thash, dëgjoj ti. Ama të pistoletën tone, u më përpara e fus vetit, se mu së më ka detyru njeri, mu, me këndu këngë, nuk më këndu vetë nga shpirti. Po nuk jam i vetmi që më këndu, dhe tha pse? Thash, këtë publika këndu. Unë nga publiku më dzirë këtë këngë, se këtë publika që në UÇK. Këngë normal që ka shku në Gjosh dhe ka kompozu në Elbasan nga Shqipëria, unë këmë këndu, thash, po, kjo këndu vetë nga popli, se kjo ka dalë nga popli. Edhe pse se ka shku popli, do vonë, po, komplet popli ishme UÇK në atë kohë. Po më varësisht se ku je. Edhe më bën impresion, sa një moment, thash, vazhdo ti me presionin se atë bombën, vetëm ja shifsha djere momenti t'ja kapi. Edhe, më une me gjithë të. Po, ja kësha kap fitilin, bilim, as kisha mendu dy herë. U do dhe nga presioni? Jo, vetëm pse më bënte presion atë kuptimin, a kuptonë më tha, thujti që këto të kanë detyru, së më ka detyru, thash njëri. Une, kur e bëj një vepër, nuk e kthej kokën mbrapa. Që do një bëni? Edhe, pasandej, ja thërën një përkthys, sa do e bjerë me përkthysën, sa e sjellë me këto, tha se do shtë ti nuk po e kupton. E një përkthys, po nuk e i mirë ideali. Me djallë po i thonë, pa ishte moshën 55 vjeqare 60. Pse s'ke i miraj?
Erdhë Nuk e ul, përkthej ke si çdo. jo, pak më ndryshë më dul, hala ma kesh se rosë të më dulaj. Sa ul atë, sa kur e kum një ty kënu ti kam gënë shëkë, sa nonën ti edhe atënve. Përkthy si shqiptar. Vetë qështu, njeri kum shumë, bam, tokë, kum qita dhe qurë atë dhe smelti, heq. Ato, prap me altim ma që këtu në heq. Qa o bo, pjeri një tjetër, kër e dhaj, qa o bo, thërë më ka sho nonën, dhe ja ka sho kejtë, dhe thashe kështu që kjesh një përkëthy, thash, falë për shprej, thash ti, që një poshtë rishit për nëj 500 euro, ti më të regon mune, a e kënë kitë kongë atë kongë. Dhe në zorën e largun, erë një përkëthys tjetër, shtoj një djalleri, tha, më vjen kesh, tha, që ndoshta do të me përkëthy gjëra, thash, ndëgjoti. Bëj punën tonë profesionale, nëse të thomë këty thuj vrajmë, ty ja spjegon atë, ky thot kështu. Nëse ujtë thomë që unë po të vras ty, edhe pse s'kam anë, liri spjegoj atë, thash, është punë e eme çka flasun. Ti është punë e jote vetëm me përkthy. Asgjë. Edhe nëse është situatë e keqe, ti s'ke të bëjsh me mua me emocionet e mia ose me jetën tema, kupton. Kështu që ai e përkthej mirë, edhe ti bi pak më fund erdhën edhe amerikanët, fal atyve sot jam unë këtu ku jam. Sa ato morën pasandej se domthon baza amerikane se kishte kontrollin komplet në Kosovë si ka tani edhe bën pak shkëmbime fjalësh me rusë ta ndej kënde se i tregojmë shumë detaje domthon se sa është edhe shumë e jeshme, po si përfundim domthon që domthon edhe po që unë jetoj në Zvicër edhe më thonë dëgjoj ti është provokim tani kjo që bëhet nga ana jote u që biri shka deri në Beograd. Kështu që ne kemi ardhur me mbajt paqen këtu mes nacioneve kështu, thash po mirë, tha mundësisht edhe për tubime kështu që janë të hapura që janë me nacione ndryshme, mos me këndu që mos me na hap neve probleme. Thash po shife nuk e keni edhe keq, po thash po këto që na kanë vrarë, që na kanë djegë kështu, na kanë provokuar, ndoshta po nuk është e provokim apo e vret njeriu në thuj se hajtë se tani po rrim bashkë, po bëjnë darsëm. Pas kësaj mendova, tha, akoma nuk ka shliru Kosova, derisa nuk jemi të lirë të këndojmë. Po ne dinim se akoma nuk ishte statuse, akoma jemi në atë fazë që thënë 2006 që domthon njerëzit nuk e kishmi shumë qartë, ne qartë e kishmi që ne do të punojmë, do të vazhdojmë deri sa arriti kjo që është sot, po ishte ajo faza që me të vërtet njeriu edhe humbi durimin duke pritur, domthon. Edhe tani ishte edhe që jetoj domthon në Zvicër, edhe erë një moment që domthon e bën ato që domthon e morën mbi supet e vet amerikanët që domthon edhe u morën vesh me rusë që ato tërhiqen, largohen. Ishte sikur puna këtu aeroporti që e morën me dhunë rusët, pastaj në atë formë u bë edhe me mua, kupton. Pa do bën impresion, kupton, ato ishin 7-8 domthon edhe aty më rrinin ato tamam mi tregonin automatikat, thikat. Edhe me thënë drejtën ka qenë komplet në këtë rëmun që ka qenë edhe ministri nuk e di emrin tani s'm kujtohet, ministri i kulturës të asaj kohe ka qenë ose një këshilltar më duket. Edhe ai kur më kanë arrestuar mua e ka me dëshirë ka thonë edhe unë du me këtë arrestuar se unë e kum thirr atë për mua. Dhe ka qëndruar të kohën tha, unë nuk e di si kam qenë çfarë emocione se normal se u kam qenë presion, s'kam qenë darsëm në atë moment. Edhe Tha Bekim, unë i kum bajt, 10 vjetë, burk, kam qenë burk sërb, edhe prap jam gjallë. Kështu që asgjë nuk është kjo. Po, asgjë nuk jo, thash, normal që jo, po nuk e mendova se do të na ndodhe për një këngë tani kjo. Po të se ti e ardhë me atë dëshirën shumë të madhe nga Zvicra, që u shliru vende edhe me mi këndu këti poplit këtë këngë, me qenë se vazhdimisht e kanë dëgju, edhe kur të ka ndodhë kjo me të vërtet ka qenë një diçka shumë me pritor që ndoshta as nuk e ke mendu këtë gjë. Se ku mendu, po, me thënë drejtën dhe para këndimit tem ishin një 2 nga folcët, foltore, në 2 djemë shumë të ri, nuk jam baje emnat mend, nuk më kujtohen, po 2 shumë të rima, qysh në atë kohë, tha, na vetë jemi konë në QK, vetë jemi tha u QK, prap do t'jemi u QK, tha që na s'dojna me një. Pjesa sa jam edhe në atë kuptimin që tha, na, deri në fund nëse ka nevojë, tha, prap, tha, na dal minimal. A kupton, edhe ngrohën atmosferën edhe me këngën edhe domthon u bë, aty ishin 3